ta adoptojmë një fshat. Duke u mësuar pastaj edhe me fëmijët tanë të çojmë atje dhe ta shohim fshatin, ta ndjejmë fshatin, ta kuptojmë fshatin. Mbase ka ardhur koha e kthimit. Mbase ka ardhur koha ta kuptojmë që i bëm të gjitha, e bëm rrugën tonë 30 vjeçare, e pushtuam Tiranën. Mbase ka ardhur koha të rikthehemi. Nga nisëm, në fillim njërë javë, njërë muaj, njërë 2 javë. Në fillim duke adoptuar një sport shqip, pastaj duke adoptuar një cop tok, duke rezervuar një ushqim për Pashkët, për Bajram, për 8 Mars, për ditëlindje, një drek, një piknik. Të kthejmë fort syt nga jona, nga fshati, nga toka. Se unë e besoja të frazën që bëhe sa së zhvonë, një ditë do jetë vonë, do jetë e pamundur. Do vi shumë shpejt, jemi shumë pak, jemi vend i vogël. Po se vlerësuam ne veten, po e lam, do na e marrin. Nuk do na e rrëmbejnë, do e kemi shitur ne. Ai që a di vlerën do ta marrë atë që ti s'e di vlerën. Prandaj